Si të menaxhoni printerin e rrjetit me sistemin e krijuar në AlphaPass. Pasi kemi kryer lidhjen me fishë të printerit me laptopin, ndjekim këto hapa. Në tabin Formate zgjidh printerat. Në listën e printerave të disponueshëm, zgjidh IP-n e printerit të rrongta të lidhur me laptopin. Vendos emrin dhe zgjidh llojin e faturës. Në rastin tonë, faturë normale. Kliko ruaj. Lidh printerin e kuzhinës me AlphaPass. Realizojmë lidhjen me Bluetooth. Zgjidh printerin me Bluetooth. Vendos emrin dhe llojin e faturës, në këtë rast banak. Kliko ruaj dhe lidh. Nëse do të printosh një kohësisht në bar restorant, bëj turn on modalitetin bar restorant. Regjistroj një faturë me artikuj sipas porosisë së tavolinës. Faturat printohen një kohësisht në banak dhe kuzhinë.